Bëhet fjalë për Shemin. Të gjithë e njohim për hitët e padiskutueshme e humbja e tij na shokoi të gjithëve. Nga raportimet e fundit thuhet se Shemi pësoi sulm në zemër. Nga policia thuhet se lajmi kishte të bënte me një person pa shenja jete në një banesë në rrugën UÇK në Prishtinë. Krasniqi do të mbahet mend për kontributin e tij të jashtëzakonshëm në muzikën shqiptare. Sidomos për rolin e tij si vokalist i grupit Ilirët, me të cilën sollën 10 këngë të paharrueshme që shoqëruan breza të tërë. I njëjti u varros të mërkurën e 24 dhjetorit, e nxum ju sjell pajme ekskluzive nga kjo ceremoni. Pjesë e saj ishin familjarët, miqtë dhe kolegët, nuk munguan as ata artistë që patën bashkëpunime me të. Qysh ku më ndje, mas keqti. Një humbje shumë e madhe, një dhimbje shumë e madhe, po veprat e Shemit, zoni Shemit kur s'ka me vdek. Për mu ka qenë periudha më e mirë që kom punu me Shemin, me dekada, kemi sjell këngë të mira, hite të mira, nina shumë e lumtur që jëm kam pjesë e Ilirëve, nuk e di çfarë më thonë më shumë, veç një humbje shumë e madhe, po artistat, legjendat kur s'vdesin, Shemi pushon paq vllaja. Kam disa kujtime, kujtohet kemi qenë një turne në Gjermani. Ta shkojshim turne, rishim deri vonë, kur u ktheheshim për turne ishte ora 2-3. Edhe u përgatitim na për me flet tek kur viki, prof apo vjen. Çka o Shemi? Po u e kum bë xhigimin hazër, hajde e pikë çoj, domethënë ka qenë edhe gonja me neve, krejt po. Zoti ka dash kështu, Zoti është problem. Në drejtën nuk mu besua. Nuk mu besua se edhe pse sot gjithçka ne po besojmë, po nuk mu besua sepse e di se Shemi ishte plot jetë Albina, domethënë ishte shumë pozitiv dhe Shemi do të thotë kam njohur nga muzika e tij prej fëmijë kur kam qenë, do të thotë se Shemi ka gati 20 vjet më shumë se unë dhe kështu e kam njohur, do të thotë në këtë kontekst. Pastaj kam pas disa herë në emision të ftuar, këngët e tij kemi dëgjuar, edhe shumë herë kemi shku bashkë, kemi shëndit, kemi këndu të tjera. Faleminderit shumë. Të lutem. Hyste na i kujtim ose diçka, se zakonisht këto projektet e fundvitit ju kanë bashku. Kur e more lajmin, cili ka momenti yt i parë që e mendove, çka mendove? Po lajmi ishte i rëndë, që duke pas parasysh se kujtimet kanë qenë të shumta, sidomos 6-7 vitet e fundit, sepse fati im ishte që të bashkëpunon me mu këto vite. Kryesisht në orkestrime dhe në inqizime në studio. Po kam fatin, po pastaj në këtë lëmi kam bë edhe një duet që kam me të, dhe normal që lajmi ishte i rëndë, po gjithmonë unë besoj që Shemi do të jetoj përmes hiteve të tij, përmes bagazhit artistik që na e kalon të gjithë neve. Dhe edhe më shumë. Për ndryshe, ai ishte një nga zërat më të njohur dhe më ikonik të muzikës rock dhe shqiptare, i cili la gjurmë të thella në skenën muzikore. Shemi vdiq në moshën 64 vjeçe, duke lënë pas një trashëgimi të pasur artistike.